Një tjetër person është arrestuar në kuadër të hetimeve për plagosjen me armë zjarrit të Briam Syzos në Pogradec. Bëhet fjalë për 22 vjeçarin Edison Agolli, vëllai i Nikola Agollit, i dyshuar si autori i sulmit të ndodhur në 30 qershor në zonën e njohur si Fortesat në hyrje të qytetit. Sipas hetimeve të policisë, Edison Agolli ndodhej së bashku me vëllain e tij dhe 2 persona të tjerë në momentin kur dyshohet se u tentua ekzekutimi i Syzos. Për këtë arsye, ndaj tij rëndon akuza e vrasjes me paramendim për interes dhe hakmarrje mbetur në tentativë dhe kryer në bashkëpunim. Ngjarja ndodhi kur Brian Syzo u qellua me 2 plumba në këmbë ndërsa ndodhi në makinën e tij. Për shkak të dëmtimit të një ene kryesore i gjaku, ai u transportua me helikopter drejt spitalit të traumës në Tiranë, ku mori ndihmë mjekësore. Hetuesit dyshojnë se roli i Edison Agollit nuk lidhet vetëm në momentin e sulmit. Sipas akuzës, ai dyshohet se ka qenë i përfshirë edhe në vendosjen e një kamere pranë burgut të Trenovës me qëllim vëzhgimin e lëvizjes së Briam Syzos. Ndërkohë, krahas arrestimit të Agollit, autoritetet kanë proceduar dhe vetë Briam Syzon. Gjykata e apelit ka lënë në fuqi një vendim të gjykatës së Pogradecit të vitit 2023 për akuzën e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, për të cilën Syzo është dënuar me 3 vite e 4 muaj burgim. Hetimet për plagosjen vijojnë për të zbardhur të gjithë dinamikën e ngjarjes, rolin e secilit prej personave të përfshirë dhe motivet që çuan në atentatin e mbetur në tentativë.